Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi rritë porosia e parafundit cilën e sjell Ibn Abi Dawudi, Allahu mëshiroft. Dhe thot wala taku me qaumin kalahu bidinihim fatat'ana fi ahli al-hadith wa taghtahu. Mos u bë për atyre njerëzve të cilët luajnë me fenë e tyre dhe se të këtill i sulmojnë dhe i akuzojnë dhe i fyën historët e hadithit. Pra autori këtu Allahu mëshiroft e paralajmëron pasuesin e sunetit. Po do të jem pasuesi i sunetit dhe që ty që Allah ta ka mundsu me ndjek udhëzimin e vërtet, pra udhëzimin e më të mirit të umetit, po udhëzimin e sahabëve, pejgamberit sallallahu alaihi sahabëve, mos u bë për atyre që e marrin fenë si lojë dhe dëfrim. Nga se këtë veprim e bojnë munafikat edhe fasikat, pra hipokritët dhe ata që janë shturur. Po ti ke obligim me respektu fenë, edhe me madhëru çështjen e fesë dhe gjithashtu historët e fesë. Allah subhanahu wa taala kur flet për munafikat i cilëson me këtë tipar ose me këtë ves, me këtë cilësi. Thot ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya. Ata kanë marrë fenë e tyre si lojë, si dëfrim dhe lojë, dhe i ka mashtruar jeta kësaj bote. Gjithashtu këtu, po që është më lart, në mënyrë më parsore hyn ata të cilët pra anojnë ka epshet e ndaluara. Po shkojnë ka ato dëshirat e epshet që ja kërkojnë që e kërkon egoja ose nefsi i tyre. Edhe i japin nefsit, shpirtit e tyre atë që e dëshiron shpirtit e tyre, pavarësisht a është kundërshtim me fenë apo jo. Andaj edhe kjo është një lloj, po me shndru fenë lloj loja apo dëfrimi. Pra në këtë porosi të autorit Allahu mëshiroft hinë edhe çështën fasikat, të cilat nuk i kushtojnë rëndësi të madhe çështjes së fesë. Mirpo çështën po i ndjekën pa kur farë problemi, dëshirat edhe epshet e ndaluara. Gjithashtu këtu hinë edhe ata cilët pra janë prej sekteve ndryshme për tarikateve siç janë sufit, të cilët kanë fut në adhurimet, në ibadetet e tyre gjëra që nuk janë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Po siç e dim, madje në këto adhurime kanë fut edhe gjëra që janë ndaluara në fesë, siç është pra përdorimi i mjeteve muzikore, kërcimi, pra këndimi i këngëve ndryshme të cilat ata i shuajnë si anashid, pra si poezi ose që i shuajnë tanasi ilahie kështu më radh, pra i përdorin këto veprime si adhurime me të cilat afrohen te Allahu subhanahu wa taala. A realisht ato janë prej gjërave ose prej veprave, prej muzikave të cilat janë të ndaluara në Islam, po prej dëfrimit që është i ndaluar në Islam. Edhe këta pra në fenë e tyre kanë marrë si lojë edhe si dëfrim. Pra njëjtë që kanë vepruar edhe krishterët më herët, të cilët siç e dim, pra në për ato objektet e tyre fetare, pra e lusin Allahun përmes muzikave, përmes këtyre ritmeve të ndryshme që i bojnë përmes mjeteve muzikore. Sidoqoftë, pra kjo porosi e autorit Allahu mëshiroft i përfshin si historët e bidatit, po ashtu edhe mëkatarët edhe gjunahçarët. Po të gjithë marrin pjesë, të më thonë në këtë përshkrim që po thot autori, që e kanë marrë fenë e tyre si lojë ose si dëfrim, disa më shumë e disa më pak. Pra kjo ka ardhur si rrjedhoj ose si shkak i ignorancës së mosdijes së tyre për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për rrugën që cilën ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Siç e dim, pra njeriu gjithmonë është armik i një gjëje që nuk e njeh dhe që nuk e din. Pra edhe pse porosia e autorit për i përfshin këto grupe, megjithatë porosia kryesore ose kjo ndalesë që po sjell autori më shumë te i drejtohet bidatxive, po i thtarëve të bidatit. Autori po porosit sham pasuesën e sunetit që mos më qenë prej sekte dhe grupeve ndryshme të bidatxive, qoftë prej mutezilive, qoftë prej rafidhave, qoftë prej xhawarijve, apo prej atyre të cilët siç e dim pra shkojnë pas shkencës së kelamit, po i thtarët e kelamit, që është por shkencë e shpikur që nuk ka ekzistuar te selefi, por nga ndërsa selefi kanë fol me nënçmim për këtë shkencë. Edhe gjithashtu i kanë nënçmuar edhe historët, pjesëtarët e kësaj shkence, edhe
po i kanë shpallë si bidaxhi dhe si simtar po në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Po për mbledhës autori Allahu mëshiroft po me këtë porosi po don me e ka për qëllim që me pas kujdes po pasuesi sunetit mos më bapi atyre cilët mjaftohen vetëm me mendjen e tyre, me logjikën e tyre, edhe nuk kthehen te tekstet fetare, nuk kthehen te Kurani dhe Suneti i pejgamberit. Mirë po anojnë edhe kthehen te bazat dhe parimet që i kanë sjellë pra filozofët e ndryshëm, edhe tjerë që janë ngjashëm me filozofët. Po anojnë ka ata dhe e braktisin shpallën me selenkar pejgamberit sa. Për këtë arsye autori po thotë telehu, po ata kanë lujt me fenë e Allahut subhanahu wa taala, bidinin me fenë e tyre, po kanë lujt me fenë me cilën janë urnuar me pasu, po që ka zbrit për Zotit e tyre dhe me cilën ka pejgamberi tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe si kanë arrit ose si kanë lujt këta me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pra këta kanë lujt me fenë e Allahut subhanahu wa taala duke shpikur dhe duke sjell parime të reja, baza të reja në fe. Dhe pastaj nën këto parime këto baza kanë sjell dhe kapitull dhe tema ndryshëm duke u mbështetur dhe duke u bazuar në rregulla të cilat i kanë shpik për vetes së tyre. Por rregulla që kanë vendosur vet ata. Dhe mendime dhe opinione, të cilat po kanë qenë pjellën e mendjeve të tyre, duke pretenduar se përmes këtyre parime ose këtyre bazave ta uzohen ka vërteta, ka uzohen ka sakta. Po përveç vetëm përmes mendjes. Dhe jo që është më lart duke u kthy te argumentet apo te Kurani dhe Suneti i pejgamberit. Po ata kanë lujt me fenë Allah subhanahu wa taala duke shpikur parime baza, jo duke e pasuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç kemi marrë ndërsën e kalum, pra fjalën e prisit besimtarëve Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, se ka thonë pasues e mendimit, pasues të opinioneve janë armiqtë të sunetit. Janë armiqtë e haditheve sunetit pejgamberit. Nga se thotë atyre i ka ardhur rënd dhe vështirë me mësu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me memorizu ato dhe me punu me të, dhe ashtu kanë filluar me fol për fenë Allah subhanahu wa taala me mendjen e tyre. Dhe prandaj thotë kanë deviju vetë dhe i kanë deviju edhe të tjerët. Pa kemi thënë edhe ndërsën kalum, po siç ka thonë këto komentuesi Sefarini Allahu mëshiroft, mendimi, opinioni më i humbur, më i koti, më i prishur, më i devijuar është ai mendim i cili përmban edhe përfshin mohim të emrave të cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu mohim domthonë largim të veprimeve të Allahut subhanahu wa taala. Po emrat e cilësive dhe veprimeve të Allahut subhanahu wa taala, po i refuzojnë dhe mohojnë. Dhe këto kreti kanë arrit përmes tyre analogjive dhe krahasimeve të kohët të cilat i kanë vendosur vetë ata. Po i thotë bidatë që sa më la pi xavarizhe, murxhive, xehmive, mutazilive, rafidhe, kaderive dhe të tjerët, po që janë ngjashëm me ta prej historive të kelamit. Po thotë ata i kanë përdorur të analogjitë e tyre të prishur edhe mendimet, opinionet e tyre të kota dhe dyshimet e tyre që janë dyshime të rrëzuara me argumente për mi refuzu tekstet e qarta, tekstet e vërteta dhe të sakta. Po i kanë kundërshtuar ajetet e qarta, prandaj thot aty ku kanë pas mundësi, po që argumentet fetare mi refuzu edhe mi përgënjeshtru, e kanë vepruar këtë gjë. Dhe këto pra, siç e kemi marrë ndërsën kalum, pra kanë vepruar me hadithet, të cilat nuk janë mutawatir, edhe pse janë sakta, mirë po nuk e kanë arritur shkallën ose gradën e hadithit mutawatir, pra i kanë përgënjeshtuar këto hadithe, i kanë refuzuar. Dhe këto kanë arritur duke i shpallë se të pa besueshëm ose të pa drejt transmetues të haditheve, duke thënë se ata kanë bërë gabime gjatë transmetimit të haditheve. Atë ku nuk kanë pas mundësi mi kundërshtuar ose mi refuzu argumentet fetare, atëherë kanë kaluar te mënyra tjetër e refuzimit të tyre që ka qenë përmes shtrembrimit edhe keq interpretimit të tyre, përmes keq shpjegimit të tyre. E për këtë dytën ne kemi folur derisa ne kaluam, pra kur kemi marrë porosinë e autorit që ka thonë lej mendimet edhe fjalët e njerëzve, nga se fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është fjala më e pastër edhe që e qetëson më shumë ti zemra. Derisa për këtë tjetrën, po për të parën se si ata po i kanë kundërshtuar ose i kanë refuzuar argumentet vetare duke i përgënjeshtruar, pra ose duke i thujtur si të pa drejt ose të pa, domethënë gënjeshtar pasues të hadith, transmetues të hadithit, autori po na sjell tash këtë porosinë tjetër. Që mos më bëpi këtyre bidaxive të cilët i sulmojnë, akuzojnë dhe i fyjnë
histor të hadithit ose pasues të hadithit. Prandaj në këtë porosi të autorit, pra realisht ka këshill për pasuesit e sunetit që thamë deri tash që mu pas kujdes për historive të bidatit. Mu rujt për atyre cilët e kanë marrë fenë e tyre si lojë, si dëfrim. Dhe për këto kemi argumente të shumta në Kur'an, edhe në sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të fjalët e selefit. Po në gjitha këto argumente, pra Allah subhanahu wa taala na urdhon gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dietarët e selefit që me qëndru larg edhe me ju shpang këtarëve të tekave, pasuesve të tekave, po që është për qëllim pasuesve të bidat. Siç thot Allah subhanahu wa taala fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya. Shmangu pe atij që është larguar pe këshillave tona, po pe dhikrit këshillave tona edhe për qëllim e ka pasur vetëm jetën e kësaj bote. Po ashtu Allah subhanahu wa taala surën An'am thot wadhari alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya. Braktesi dhe laja ata të cilët fenë e tyre kanë marrë si lojë dhe dëfrim, edhe i ka mashtruar jeta kësaj bote. Ndërsa surën Kaf Allah thot wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dora me ata të cilët e lusin e adhurojnë Zotin e tyre në mëngjes dhe mbrëmje duke pas si qëllim dhe synim fytyrën e Allahut subhanahu. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Mos i largo shikimin tënd prej tyre duke pas për qëllim të mirat e kësaj bote, stoliset e kësaj bote. Pastaj thot wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dhe mos e dëgjo atë ose mos ju bind, mos e dëgjo atë që zemrën e tij e kemi lënë të shkujdesur ndaj përmendjes tonë, ndaj dhikrit tonë. Edhe ka shku pas teka dhe dëshirat e tij. Dhe kështu që çështjet e tjera po këtë kanë qenë të shpërndara. Po ashtu thot Allah thot fadharhum wa ma yaftarun. Leja ata dhe gjërat që ata i shpikin. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Nëse ata nuk përgjigjen ty, atë dije që ata po shkojnë vetëm pas teka dhe dëshirat e tyre. Po ashtu në surën An'am, në ajetin 68 Allah thot wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Nëse i sheh ata që kanë fillu me bë bisedat kota rreth shpalljeve, ajeteve tona, atëherë ti largo pi ty. Derisa të fillojnë një bisedë tjetër. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin. Nëse shejtani të bën me harru, atëherë thot me njerëz si të kujtohesh, mos vazhdo me qëndru ulën me ata njerëz që janë keqbërës, që janë zullumçarë, që i kanë bërë padrejtësi vetes së tyre. Çfarë thot Abu Ja'far al-Bakir, Allahu mëshiroft rreth këtij ajeti. Vërtet Muhammed ibn Sirin rreth këtij ajeti ka thonë nazalat fi ahli al-ahwa. Ky ajet ka zbrit për historitë të bidatave, për historitë të tika, që mos më ulëm ata, mos më qëndrum me ata. Edhe Abu Ja'far al-Bakir thot la tujalisu ahli al-khusumat. Mos ulni me ata që debatojnë në çështjet e fesë, për qëllim është për historitë të bidatave. Fa innahum alladhina yakhuduna fi ayatina, nga se këta janë ata të cilët Allahu që i ka përmend ajetin më lart, janë ata që bojnë biseda të kota rreth ajeteve të Allahut. Po ashtu siç e dim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëruar prej historive të bidatit, pi pasuesve të tekave, qysh në jetën e tij para se me ekzistuar bidatxhit. Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, hadithi transmetohet në parathënien e Imam Sa'id Imam Muslimit. Thot se yakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Në fund të umetit tim kanë marrë disa njerëz që kanë ju treguar juve disa gjëra që nuk keni dëgjuar për to as ju as të parët e ju, baballarët e ju. Po në disa transmetime ka që këta janë gënjeshtar dëgjalla, gënjeshtar po që rrejnë jo përzi njerëzve çështjet e fesë, po sjellën gjëra të reja. Edhe prandaj për sa më thotë keni kujdes për tyre, por mos u shoqëroni me ata. Mos rreni afër tyre. I jakum, keni kujdes për tyre, o i jahum dhe po as mos i lëni ata më shoqëru me ju, as ju mos u shoqëroni me ata, mos i dëgjoni pra fjalët e tyre. La yudillunakum wa la yaftinunakum, nëse qëndroni me ata, nëse rrini me ata dhe i dëgjoni ata kanë më ju deviju dhe kanë më dërgu ose kanë më dërgu në fitnë në sprov. Po keni më fitnos në mos provu në fenë juaj.
Po ashtu Aisha radiallahu anha tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar ajetin e 7 surës Ali Imran, ku Allah thot: "Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat." Allah është ai i cili ta ka zbrit ty librin. Për këtë libri ka ajete që janë të qarta, muhkamat. Dhe ka edhe këto janë baza e librit, këto ajete janë baza e librit. Dhe ka ajete të tjera që janë mutashabihat, që janë më pak qarta. Po që për më kuptu do të më kthy edhe më shpjegu përmes këtyre ajeteve të qarta. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Ata që në zemrat e tyre kanë devijim, kanë lejthitje, ata shkojnë mas këtyre ajeteve që janë më pak qarta, me qëllim që me bë fitnën në mesin e njerëzve. Edhe me qëllim që me interpretu këto ajete sipas dëshirave të tyre, sipas tekave të tyre. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Mirë po thotë shpjegimin e interpretimit të tyre nuk e din askush tjetër veç Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ndërsa ata që janë të thelluar në dije thonë ne krejt Kuranit I kemi besuar. Po këto janë ajete të çoshin të qarta ose këto që janë më pak qarta këti besojmë. Këtë janë pi Zotit tonë. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mirë po thotë vetëm ata që janë të mençur reflektojnë edhe kuptojnë. Po kur e ka lexuar këtë ajet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka thonë Aishës radhiyallahu anha: "Fa idha ra'ayti alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum." Kur të shesh ata që kanë filluar pra disa opinjeze me shkumas këtyre ajeteve që janë mutashabihe më pak qarta, atëherë thotë Allah këta I ka pas për qëllim. Kështu që thotë runu pi tyne. Po mos rrini me ta, mos I dëgjoni ata e kështu me radhë. Edhe komentuesi I njohur I Kuranit Ibn Jarir at-Tabari Allahu mëshiroft, po që është pi komentuesve selefët kur e ka shpjeguar këtë ajet, ka thënë Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet e ka pas për qëllim çdo bidatxhi, I cili shpik në fenë Allah subhanahu wa taala, po e shpik një bidat që kundërshton shpallin me cilën e ka dërguar Allah subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po këta thot I kundërshtojnë shpallin duke e bënë interpretim, duke sjellë një interpretim të këtyre ajeteve ose disa ajeteve të Kuranit, cilat pra janë më pak qarta, që thamë janë mutashabiha edhe mundet për një kuptimi shumë të lartë me përmbajtje të interpretim. Edhe pse thotë Allah subhanahu wa taala çështja e ka sqaruar po në mënyrë të përkryer në librin e tij, nuk kalon kurrë të paqartë, ose në librin e tij, ose përmes gjuhës pejgamberit sa po përmes sunetit hadithet të pejgamberit. Mirë, po këta qëllimisht shkojnë, pra ndjekë këto hadithe që janë më pak qarta dhe bojnë shpike, po bojnë bidate risi në fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe kur Tubi Allahu shumë për shpjegon këtë ajet thotë, ky ajet I përfshin çdo grup të jo besimtarëve, të zindikave, pra hipokritëve, të ignorantëve edhe të bidatxhive. Po këtë ajet I përfshin këta. Edhe pse thotë ajeti fillimisht jep shenjë po për krishterët e Nejranit që ajeti ka zbrit për ta, po në kohën e pejgamberit sa mirë, po ajeti thotë I përfshin të gjithë këta. Për këtë arsye thotë Katadaja, kur e ka shpjeguar këtë ajet, ka thonë nëse këta nuk janë harurit, pra që janë pi grupeve të kharejve, thotë atëherë nuk di kush janë. Nëse ky ajet nuk I ka pas për qëllim khavarejt, po që shkojnë masajete mutashabihe, thotë atëherë nuk di kush janë tjetër. Po selefët gjithë po që shpeshojmë me këtë ajet kanë argumentuar për bidatxhit. Po ata janë cilët I ndjekën ajetet që janë ose edhe hadithet që janë më pak qarta për me çështja me bofet në mesin e njerëzve dhe më interpretuar sipas bidatit në cilën gjenden ata. Edhe Shaukani Allahu mëshiroft në librin e tij Fathul Qadir, po tefsirin e tij thotë, ky ajet I përfshin çdo grup pi grupeve, të cilat kanë dalë edhe janë largu pi të vërtetës. Po këtë e gjejnë veten e tyre në këtë ajet. Edhe në ujë Allahu mëshiroft rreth hadithet të Aishës radhiyallahu anha që lezu më lart, thot në hadith ka paralajmërim që njeriu mos mu përzi me njerëz të devijuar edhe me njerëz të bidatit. Mos mu përzi pra me ata të cilët I ndjekin këto argumente që janë më pak qarta për më shkaktuar fitnën në mesin e muslimanëve. Dhe siç e dim pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë hadithe ka paralajmëruar edhe për xhavarixhve, cilët janë prej bidatxhive të parë që kanë dalë në këtë umet. Pra Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu ka thonë se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thonë:
yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Në mesin e juaj kanë më dalë disa njerëz që kur e krahasoni namazin e juaj me namazin e tyre keni me nënçmu namazin juaj. Po kom ju duk që s'po bani kur fal namazi. Wa siyamakum ma'a siyamihim, edhe agjerimin e juaj kur e krahasoni me agjerimin e juaj keni me nënçmu. Wa amalakum ma'a amalihim, edhe këtë veprat e juaj, pa adhurimet e juaj kur i krahasoni me ata ju duket që s'jeni të bë kurrë. Mirë po çfarë thot për jasëm? Yaqra'un al-Qur'ana la yujawizu hanajirhum. Mirë po thot ata kur e lexojnë Kur'anin nuk i kalon fytat e tyre. Pra nuk e kuptojnë Kur'anin. Nuk shkon në zemrat e tyre. Yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah. Thot ata dalin prej fesë ashtu si shëgjeta prej gjakut. Siç tham kanë ardhur edhe prej selefit, pra para lajmërime tashpra prej historive të bidatit. Po duke fillu pi sahabeve. Ibn Abbas radiallahu anhu më ka thënë: "La tujalisu ahla al-ahwa'i fa inna mujalasatuhum mumridatun lil-qulub." Mos ulni me njerëz të tekave, po është për qëllim njerëz të bidatave, nga se më ul me ta, me qëndru me ta, kjo gjë i smund zemrat. Ebu Kilab, Allah më shoh gjithashtu thot, po kitabëve të njohur: "La tujalisu ahla al-ahwa'i wa la tujadiluhum." Mos ulni me njerëz të tekave, me njerëz të bidatave, as mos polemizoni me ta. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim aw yalbisu alaykum ma kuntum ta'rifun. Nga se nuk jam i sigurt nëse ulni me ta debatoni me ta që më ju zhyt juve në humbjen devijimin se linë ata. Po më ju bë për vete. Apo më u përzi pra çështjen e juaj, po fen cilën jeni ju. Po spaku nëse s'mundën me ju marr me vete, me ju deviju, me ju shtinë në bidatën që spaku, po ja përzin, ja pështjellën ato çështje që i keni qarta për sonit. Edhe Hasan al-Basriu dhe Muhammed Misirini ka thonë gjashëm. Ka thonë: "La tujalisu ashab al-ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum." Mos ulni me njerëz të tekave, as mos polemizoni me ta, as mos dëgjoni asgjë prej tyre. Po ngjashëm me këto kanë ardhur edhe pi tjerëve, po Abdullah ibn Umar radiallahu anhu është transmetuar, po disa dietarë thonë që këtë transmetim është hasan, pra është i mirë, që i ka ardhur një njeri e ka thonë që filani të ka bë selam. Mirë po Abdullah ibn Umar radiallahu anhu ma ka thonë, më ka arrit mu lajmi që ai ka shpik diçka në fenë Allahut, ka bë bidat. Nëse është e vërtetë që ai ka shpik në fenë Allahut, por ka sjellë në bidat, atëherë thotë kur mos i bë selam pi meje. Edhe Abdullah ibn Mas'udi ka thonë: "I'tabiru ar-rajula biman yusahib." Gjithmonë shikoni njeriu edhe merrni në konsiderat me kom po shoqërohet. Fa inna ma yusahibu man huwa mithluhu, nga se thotë ai shoqërohet me dikon që është i ngjashëm me të. Gjithashtu pe Esma bin Ubejdit transmetohet thotë që kanë ardhur dy persona prej njerëzve të tekave, pra bidaxhive të Ibn Sirini. Ai ka thonë: "O Abu Bekr, po dojna me ta tregoni hadith." Ai më ka pranuar, ka thonë: "Jo." Atëherë ka thonë: "Po dojna me ta lexoni ajet librit të Allahut." Prapë nuk ka pranuar. Ka thonë: "Jo." Ka thonë: "Ose ju ngritoni dhe shkoni, ose në poqona po shkoj." E thot ata kanë shkuar. Edhe pastaj mos e kanë ju larguar ata, thot disa që kanë qenë prezant aty, ju në çudit. Ka thonë Abu Bekr, po e ka pas kunin Abu Bekr. Çka të kushtoi ty që me dëgju prej tyre në ajet për librit Allah subhanahu wa taala. Çfarë ka thonë kë? Ka thonë: "Inni khashitu an yuqra alayya ayatan an yaqra alayya ayatan fayuharrifunaha ose fayuharrifaniha fayakirru dhalika fi qalbi." Sot unë u tuta po të frikshë nëse ata e lexojnë një ajet librit të Allahut me shtrëmbruar ato. Po lexojnë ajetin mirë, po interpretojnë shtrëmbrojnë sipas bidatit që janë, edhe pastaj ky dyshim vendosen në zemrën time dhe nuk del më prej atë. Gjithashtu Selam ibn Mutir tregon se thot një person për njerëzve të tega po për bidaxhive i ka thonë po du me të pyet për këti prap ti Abu Bekrit, për Ibn Sirinit. Edhe transmetuar edhe një tjetër për selefët që ka thonë po du me të pyet për një fjalë. Mirë po thot ajo i largu, ja ka kthyer kurrizën në shpinën e ka thonë edhe nuk ju ka përgjigj kurrë. Mirë po thonë vetëm ka bë me gisht. Po as gjysmë fjalë, që është bojnë të në me gisht gjysmën e gishtit. Po s'po du me dëgju për te as gjysmën e fjalës, jo një fjalë.
Edhe Yahya ibn Kathiri ka thonë idha laqita sahiba bid'atin fi tariqin fa khudh fi ghayrihi. Nëse takon në bid'azin rrugë, ti domon shkon në rrugë tjetër. Musab ibn Sa'd Allahu mshof ka thonë la tujalis miftunan. Mos ul me njëri që është i sprovuar në fenë e tij, pa që është prej istarëve të bidatit. Fa innahu lan yukhti'ka minhu ihdathnatayn. Gjase njëna pi dy gjëra mundet me të godit ty. Imma an yaftinaka fatutabi'u, ose me të sprovu edhe ty në fenë tonë dhe me pasu në bidatin se lën është, wa imma an yu'dhiyaka qabla an tufariqa, ose ka me të lëndu, kimu lëndu shpirtërisht pas sa mu do pi ti. Po kimë dëgju fjalë të mira pi ti dhe s'kimu një mirë pas sa kimu shqetësu. Edhe Muameri tregon, thotë që Ibn Tawusi ka qenë ulur edhe thotë ka ardhur një person prej Mu'tazilive, po prej bidaxive Mu'tazilive, thotë ka filluar me fol, thotë edhe Ibn Tawusi ka vendos shumë thellë gishtat e tij në vesht e tij. Edhe ka thonë edhe birit e tij, o biri im, fut edhe ti gishta në veshët e tua dhe shtrëngoj, po fut i thellë, shtrëngoj shumë. Mos e dëgjoj prej tina asnjë fjalë. Po thotë Muameri qëllimi i ka qenë se zemra e njeriu është e dobët. Edhe nëse dëgjon fjalët e këtyre bidaxive mund shumë lehtë mund ndiku. Edhe Abul Jawza Allahu mëshiroft thotë që mu shoqëru ose me jetu me në shtëpi me dera edhe majmuna më e dashur është për mua se sa mu shoqëru pra me jetu me në shtëpi me dikon prej bidaxive. Sot edhe ata përfshihen në fjalët e Allahut që kanë ardhur në surën Bakara, edhe pse ajeti është për munafika, thotë mirë po ata këtu përfshihen edhe bidaxit, thotë wa idha laqukum qalu amanna. Kur ata ju takojnë juve thonë kemi besu. Wa idha khallu 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayth. Për vërtet ajeti në surën Al-Imran, thotë kur ata largohen prej juve, thotë ata i kafshojnë gishtat e tyre për mllëfet që kanë për juve, për urrëtet që kanë për juve. Kul mutu bi ghayzikum, thotë ju thuani atyre vdesni me mllëfin e juve. Inna Allaha alimun bi dhati sudur, nga se vërtet Allahu din se çfarë shihen zemrat. Edhe Auzavijet Allahu mëshiroft thotë i ka thënë Auzavijet Allahu mëshiroft që në person thotë unë rri ulna edhe me istar të bidatit edhe me istar të sunetit, me dy palë. Mirë pa Auzaviu ka thonë ky person po dëshiron me bë bashk me barazu mes vërtetës dhe të pavërtetës. Nuk ka mundësi me dy grupe me qëndru bashk. Edhe Ibn Battah Allahu mëshiroft thotë të vërtetën e ka thonë Auzaviu. Po edhe ne thonë një sikur çaj. Ky person thotë nuk e dallon, nuk e din se çka është e vërtetë dhe çka është e vërtetë. Çka është imani, çka është kufri dhe çka është imani. Dhe për këtë thotë ka zbrit Kurani dhe ka ardhur suneti pejgamberit sa pra për Kur'an thotë është ajeti në surën Bakara, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Kur i takojnë besimtarët thonë edhe ne kemi besuar, mirë po kur të veçohen me shejtanet e tyre pra pi njerëzve, devijuar për njerëzve thonë ne jemi me juve. Gjashëm ka thonë edhe Ahmed ibn Sinani, Allahu mëshiroft, ka thonë që me qëndru afër një personi i cili bën muzikë me def, me dajre, është më e dashur për mua se sa me qëndru afër me një pasuesi bidatit, një histori bidatit. Nga se ky që bën muzikë me def, thotë unë e ndaloj, po e ndaloj pjesë të keqe, ndoshta edhe ja thaj krejt atë defin. Mirë po thotë sa i përket këtij historit bidatit që bizis, thotë i prish njerëz. I prish njerëz që janë afër me, kujshit e mi, antarë të familjes, edhe rinin. Gjithashtu ka thonë, nëse ndodhë që një person për jethtarët të bidatit vjen edhe jeton bëhet kujshime ti, atëherë thotë njeriu t'i lejohet këto me shit shpinë, nëse ka mundësi, ose me qëndru afër ti, po me kalu me një vend tjetër. Për ndryshe thotë ai ka me arrit me adeviju pra fëmijët e tij edhe kujshit e tij të afërmit e tij. Andaj edhe kjo Ibn Sinani Allahu mëshiroft gjithashtu ka thënë që kjo përfitohet prej hadithit pejgamberit sa kur flet për Dejjalin. Që ka thënë men se minkum bid Dejjal falyan anhu. Kush dëgjon për juve që ka dalë Dejjalli, le të ikë prej tij. Atë doktorin sa më ka thënë 3 herë. Po mos shkon mu taku me Dejjallin, mirë po le të ikë prej tij. Fa inna ar-rajula ya'tihi wa huwa yara annahu kadhibun fayatba'uhu lima yara min ash-shubuhat. Thot nga se njeriu thot kur është i bindur se Dejjalli është gënjeshtar. Mirë, po kur shkon me taku me to, thot e pason për shkak dyshimeve që vazhdimisht ja sjell Dejjalli. Gjithashtu edhe Ibrahim ibn Maysar Allahu mëshiroft ka thonë: "Man waqara sahiba bid'atin faqad 'ana ala hadm al-islam." Kush e madhron e respekton e thart bidatit,
Dhe ky veç e ka ndihmu ato me shkatru islamin, me shkatru fen islamit. Edhe imam I njohur Abu Uthman as-Sabuni, Allah më shoft, ka thonë për ehli sunetin, pra që ehli suneti kanë pajtueshmëri që nuk I dojnë edhe u rrejnë startë të bidatit, ata cilët kanë shpik bidatë rrisinë e fenë Allah subhanahu wa taala, gjëra që nuk janë për fesë Allah subhanahu wa taala. Nuk I dojnë ata, thotë, nuk shoqërohen me ta, nuk I dëgjojnë fjalët e tyre, nuk ulen me ta, pra qëllimi nuk ulen me ta, nuk I marrin si dosa që thonë tani, pra shok tafërm. As nuk polemizojnë me ta në çështjet e fesë, nuk debatojnë me ta. Madje thotë ata, pra ehli suneti e shohin që duhet me mbyll veshet edhe mos mi dëgju të kotat e tyre, nëse ndonjëherë, po ndonjë rast këto të kotat, fjalët e tyre të kota kalojnë për veshet e tyre. Nga se e dinë që nëse kalojnë këto të kota në për veshet e tyre, atëherë zënë vend në zemrat e tyre, I dëmtojnë shumë rënd këto zemra. Edhe sjellin pra I sjellin ato çytjet, ato vezveset, ato mendimet ose opinionet e prishura. Dhe për këtë thot ka zbrit ajeti në surën An'am që e lexuam më lart, ku Allah thot: "Wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri." Kur të shosh ata të cilët kanë filluar me bisedu, pa bisedat kota, në ajet për ajetet tona të shmangu largo për tyre, derisa të kalojnë në bisedë tjetër. Pastaj I përmend edhe domthon shanjat që I dallon instarët e bidatit për instarët e sunetit, për instarëve ose pasuesët e sunetit. Mirë, po nuk kem kohë sot më përmend gjitha këto, për arsye se edhe namazi pravesh është afru. Po mundon me përmbyll këtë temë për sonte. Sidoqoftë thot, pra dietarët e sunetit kanë pajtueshmëri që do të më nënçmuj instarët e bidatit. Do të më largu ata sa më shumë, me qëndru sa më larg tyre, mos më shoqëru me ta. Po që është mos më shoqëru, mos më bëu pra me tafërm. Edhe madje thot ehli suneti e llogaritën si adhurim që afron te Allah subhanahu wa taala, po largimi edhe bojkotimi I bidatëve. Prandaj pra çuçi po autori Allah më shoh po tregon edhe cila është pra pasoja kur njeriu e marr fenë e tij si lojë që ka me punë këta bidatëve. Po pasoja e kësaj është që ka me fillu pastaj me akuzu, me sulmu edhe me fy pra pasues të hadithit ose pasues të sunetit. Po këto autori po na përmend një prej cilësive po shenjave të instarëve të bidatit. E para është që I akuzojnë në fyn pasues të sunetit. Kena më marrë inshallah edhe në dersën e ardhshëm, pra fjalët e selefëve që kanë thonë për shenjave të instarëve të bidatit është që vazhdimisht flasin e akuzojnë edhe fyn pasues të etherit, pra qëllimi është pasues të hadithit dhe pasues të sunetit pejgamberit sa. Kjo është një prej cilësive të tyre. Cilësia tjetër që përfitohet për fjalët e autorit është se ata pasi që I akuzojnë pasues të sunetit, ata për veten nuk zgjedhin emra ose tituj që kanë bënë me sunetin. Po nuk I thonë vetes ehli sunet ose që janë ndërlidhur me sunetin, mirë po e quajnë veten me emra që kthehen te bidatet që I kanë shpik ata. Qofshin bidatet që kanë bënë me fjalët ose me veprimet e tyre, po me akiden, me çështjet e akides besimit. Edhe cilësia e tretë është që kemi marrë dersën e kaluar që ata gjithmonë tregojnë fanatizëm për opinionet e mendimet e tyre, edhe kur nuk thënë të vërtetën, edhe nëse kjo vërtet jo bëhet e qartë. Mirë, kam këto më shpjegoj edhe çka është për qëllim këto, që po thotë autori, që mos u bë prej instarëve të bidatit, që ata që kanë lujt për me fenë e tyre, e që pastaj me akuzu edhe me fy pasues të sunetit, pasues të hadithit, çka është për qëllim me pasues të hadithit? Kush janë pasues të hadithit? Për këto edhe tjera inshallah do të flasim në dersën e ardhshëm. Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.